Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitimtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Në vargun e epizodeve që flisnin për xhennetin, për banorët e xhennetit dhe sekretet e sahabeve se me çka ata e fituan xhennetin e tyre, në këtë epizod po ashtu do të flasim për disa veçori të cilat Allahu subhanahu wa taala ua ka plotsu dhe ua ka mundsu vetëm disa lloje të kategorive. E këta lloje Allahu subhanahu wa taala sikurse na jep me shenjë të veçantë dhe me theks të veçantë në disa ajete të surës Fatir, që nëse na i marrmi si hartë jetësore, padyshim që do të arrijmë në fundin e rrugës së lumtur, e që është xheneti. Allahu subhanahu wa taala thot në këtë sure: Innal ladhina yatluna kitab Allah. Me të vërtetë, ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, pra që është Kur'ani. Muaji Ramazan është mundësia më e madhe me lexu këtë Kur'an, nga se është muaji i Kur'anit. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani. Po ashtu vazhdon Allahu dhe thot: Wa aqamu salah, dhe e falin namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, dhe shpërndajnë tek njerëzit prej begative që na u kemi dhënë, fshehurazi apo haptazi. Yerjun tijaratan lan tabur, e shpresojnë tek Allahu një fitim, një tijaret, një tregti e cila nuk shterret kur, e cila nuk humbet kur. Li yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli, që Allahu subhanahu wa taala t'ja u plotsoj dhe t'ua përmbush atyve shpërblimin e tyre dhe t'ua shtoj nga mirësia e tij subhanahu wa taala. Pas disa ajeteve Allahu subhanahu wa taala thot po ashtu: thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ne po ashtu ua kemi lënë trashëgimi Kur'anin, librin, disa robërve të përzgjedhur në mesin e të tjerëve. Fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Ka prej tyre të cilët janë zullumçar të veteve të tyre, në kuptim e mëkatojnë Allahun subhanahu wa taala dhe ky mëkat u bën dëm nefsit dhe veteve të tyre. Wa minhum muqtasid, dhe ka prej tyre të cilët janë mesatar, as nuk bëjnë shumë gjunohe, por as nuk bëjnë shumë vepra të mira të cilat kanë mundësi t'u ngrisin gradat e tyre në xhennet. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. E ka prej tyre që janë në ndihmën e Allahut të parët në bërjen e veprave të mira. Pra Allahu subhanahu wa taala fillimisht i ndihmon, por ato garojnë në kryerjen e veprave të mira. Wa dhalika huwa al-fadlu al-kabir. E padyshim që kjo është mirësia më e madhe. Tamam. Çka nëse ti i bën krejt këto? Vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe thot: Jannatu adnin yadkhulunaha. Xhennetet e Adnit janë xhennetet në të cilat këta kategoritë e njerëzve do të hyjnë në to. Dhe në to do të stolisen me rrethorëza nga ari e margaritari. Wa libasuhum fiha harir. Dhe rrobat e tyre do të jenë nga mëndafshi, pra do të jenë të mëndafshta. Veçori e madhe për banorët e xhennetit. E pasi që këta besimtarë do të hyjnë në xhennet, nuk kanë fjalë tjetër përpo se wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan. E nuk kanë fjalë tjetër vetëse të thonë i falenderuar është Allahu subhanahu wa taala, pra alhamdulillah për këtë Allah i cili ka largu prej nesh brengat. E brenga më e madhe e një muslimani është brenga dhe friga dhe droja që të mos hyjë në zjarrin e xhehenemit. Pasi që ky besimtar është siguru dhe ka hyrë në xhennet dhe i ka pa të gjitha mirësitë e xhennetit, nuk i përket tjetër thot vetëse elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan, pra falënderimi takon Allahut i cili na ka larguar nga ne të gjitha brengat tona. Nëse ti don të hysh në xhennet me krejt këto veçori, harta është e qartë. Ndjekje këtë hartë do të arrish në fundin e lumtur, sikurse e përmendëm në fillim të episodit, e inshallah pastaj do ta falenderosh Allahun subhanahu wa taala për të gjitha mirësitë që ti ka dhënë. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.